Ne gjithmonë ngrejmë hipoteza, dhe sepse me zotin Trump në mënyrë drejt për drejt, se cile është arsye s'kena biseduar asnjëri prej nesh. Por nisur nga hipotezat të cilet janë ngritur dhe fakti që zoti Trump edhe në deklaratën për shtyp dhe në komunikimin mediatik tha që 2-3 prej këtyre unë nuk i kam shef. Ju merrni me mend që aty mund të jetë dhe Edi Rama. Po sepse ja një minutë. Fakti që zoti Rama nëpërmjet Tony Blair dhe personave të cilët sot janë në bordin e paqes po lobon në mënyrë të tmerrshme dhe edhe vajtja e sotme në Izrael, në Knesset. Përsëri është pjesë e kësaj strategjie të zotit Rama, sepse... Po kështë qënë edhe Dodiku i ftuar në Izrael. Po, kështu që... Me të njëjtat nderime është pritur dhe Dodiku në Izrael. Tani, problemi është shumë i thjeshtë. Presidenti Trump dhe Shtëpia e Bardhë në gjithë deklarimet e veta, sepse duhet marrish edhe kronologjinë e ngjarjeve të cilet janë zhvilluar. Qoftë me rastin e festave të pavarësisë së Shqipërisë, dhe po të shifni deklaratën e presidentit Trump, por edhe të sekretarit Rubio, rezulton që është një deklarat e cila në vetvete, përveç urimit në lidhje me popullin shqiptar, jep elementet në lidhje me shtetin ligjor, nivelin e korrupsionit, nivelin e krimit të organizuar. Edhe në rastin e zgjedhjeve. Ato janë standarde nga ku nuk lëviz. Jo, nuk është standard. Kanë tjetër element të mbrenda. Në të urimit, në deklaratet e urimit që bëjnë presidentëve, kryetarëve të shtetit, nuk jepen element të cilët shtojnë dozat e negativitetit në një fest kombëtare. E dyta është që edhe me rastin e zgjedhjeve, dhe po të shifni deklaratën e Departamentit të Shtetit dhe të Shtëpisë së Bardhë, në rastin e zgjedhjeve, në rastin e Shqipërisë urohet populli shqiptar dhe nuk thuhet bashkëpunimi me qeverinë, në rastin e kryeministrit dhe zgjedhjeve në Kosovë, kur themi atë që është një pjesë e administratës Trumpit ka qenë kundër Kurtit, dhe përsëri sekretari i shtetit, departamenti i shtetit dhe njëkohësisht Shtëpia e Bardhë thonë që të bashkëpunojmë me... Ka një qasje tjetër ndaj Kosovës. Problemi i tretë është, në rast se ju shifni deklaratat në vazhdim të sekretarit Rubio, po njëkohësisht edhe deklaratat e ngarkuar me punë dhe ambasadës amerikane në Tiranë, në çdo takim me institucionet e pavarura, në çdo takim me zyrtar të lartë që vinë dhe takohet me SPAK-un, me gjykatën kushtetuese dhe me institucione ligjzbatuese, i mshohet 3 elementeve që ka tregon që ka një linjë të mirëfillt për mënyrën se si po veprohet dhe si po qëndron në raport me Edi Ramën. A mund të ketë zhvillime tjera? Këtë nuk e dim.